Më shumë se një muaj, protestuesit po protestojnë në përpara kryeministrisë, e ndërkohë nuk ka ende një reagim të qëndësishëm të kryeministit Rama lidhur me kërkesat. Folur mbi, le të themi, përplasjen që po ndodh mes protestuesve dhe kryeministit Rama dhe çfarë pritet në të ardhmen, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Avokat, çfarë ka arritur deri tani kjo protestë? Radhë parë ka arritur gjë më kryesore, vrasjen e frikës. Shqiptarët i kanë pas akumuluar me kohë problematikat dhe nuk kanë pasur guximin, sidomos në mungesën e organizimeve ligjore që janë sindikata. Nëse çdo sindikat do kishte funksionuar, protestat do të ishin më të rralla ose nuk ka pas nevojë. Ose do të ishin ato që do të organizonin protestë. Pra mendoj që pjesa e korrupsionit madhor duhet përfshijë edhe një hetim jo vetëm nga media, po edhe nga strukturat ligjzbatuese lidhur me sindikatat. Pasi jo rastisht janë e meritojnë plotësisht shprehjen e tradhtarit të kauzave të tyre, domethënë. Por ka dhe njerëz tjerë që janë të papërfaqësuar, të cilët mund mos jenë për sindikata, megjithëse mendoj që të gjitha strukturat shoqërore dhe pensionistët kanë sindikatat e tyre. Ata nuk janë më zëdhënës të interesave të atyre që përfaqësojnë ligjërisht, janë pjesë e zinxhirit korrupsionit dhe të vjedhjes pasurisë publike, të abuzimit me to. E dyta, ju tregua deri diku kufiri edhe arrogancës pushtetit dhe të ish pushtetit, por dhe politikës. Pra është një protestë e cila konteston gjithë të periudhë post-komuniste, të periudhë tranzicioni pafund, por që në vërtet ishte periudhë marrjes peng të vendit dhe fateve të tij. Pra, ne akoma nuk deklarojmë se kemi kaluar tranzicionin në vend. Kjo është një protestë që i tregoj pushtetarëve që nuk mund të bëhet më politik në kuvis të njerëzve të cilët në mungesë të mjeteve të nevojshme të jetesës kanë lënë vendin. Nuk mund të flitet për suksese, mund të flasë Çekia, Polonia, që po kthehen njerëzit, apo Hungaria, po kthehen janë kthyer emigrantët me kohë, po për Shqipëri nuk ka më tani vend për suksese, po duhet me shumë përgjegjësi, po dhe me lloj turpi, qofshin dhe politikanë të ri, duhet të dinë se si ta konsiderojnë veten e tyre për dhe popullit. Populli nuk është më budalla, nuk është më pakurajo, dhe ata atje njerëzit janë pa përfaqësim. Pra, u ngrit zëri dhe u prezantuar dhe në arenën ndërkombëtare një shqetësim që mundohej të shuhej, mundohej në vend të saj të servireshin arritje të mëdha të Shqipërisë etj. Po në fakt shqiptarët kanë treguar që në to 40 ca ditë që jo vetëm nuk janë të lumtur, por nuk kanë më as shpresë, siç është e vërteta për një vend i cili ka ushqyer vetëm emigracionin, pasi i gjithë establishmenti është në një marrëveshje për ta marrë peng të popull, duke filluar me një kohë zgjedhor pekmarrës, të bërë nga dy palët që zotrojnë establishmentin politik që nga viti 2008. Kemi një prezantim në arenën ndërkombëtare me të mirat dhe me defektet e veta këtë protestë, dhe ky prezantim ka treguar që nuk kemi një politikë stabil. Kur është stabil nuk do hyjnë duajt. Pra, besoj se faktori ndërkombëtar po e thotë dhe do thotë fjalën e tij, dhe besoj se kjo protestë, edhe sikur të shuhet sot, i ka alarmuar disa faktorë të cilët kanë shumë kujdes lidhur me stabilitetin e rajonit. Avokata, duhet të ishte bërë ndonjë gjë ndryshe në këtë protestë dhe a është kjo protestë, le të themi, drejt shuarjes, se ka pasur shumë zëra që thonë që ndërhyrja e të tretëve apo kapja dhe protestës ka lënë pasoja derisa mund edhe të shuhet si protestë. Ata që janë ke mikrofoni duhet ta dinë ka një lloj
se po e nxjerrin veten sikur janë ata suksesi i protestës. Është për mua, se unë flas për veten time, pa ta njerëz që i takoj dhe bisedoj me ta, domethënë. U mbush kupa për ditë në gjithë këto vite, por njëkohësisht dhe ajo ngjarja e fundit, ajo dhunën e marrjes vartë e goditjes të një personi atje, e derdhi kupën. Pra, deri në momentin që i gjithë grupi i mikrofonit ishte anonim, ne kuptuam që atë protestë e shkaktoi vetë establishmenti politik dhe qeveria. Pra arroganca dhe mungesa transparencë, por sidomos arroganca. Po dha hallet e përditshme, të cilat i shkakton vetëm një korrupsion galopant dhe një kapje shteti, domethënë nga krimi, gjë që sjell detyrimisht dhe arrogancën pastaj, duke menduar që kanë dhe gurin dhe arën dorë dhe mund të bëjnë çfarë duan me jetën e shqiptarëve. Në momentin që unë kam parë disa tentativa për ta përkthyer protestën në kapital politik të personave të veçanta apo të grupime të veçanta, aty mendoj dhe aty kam përfshirën fillimisht t'i vënë fre egoizmit personal. Mund të kemi disa tentativa të dukshme tashme për protagonizëm, se s'mund të shkoj tani unë në këtë moshë jam të shkoj dhe të dëgjoj të njëjtin person apo persona atje që flet 4 ditë atje, se nuk dal për të dëgjuar gurin për shembull, apo rëmen. Unë dal për të parë se si protesta zhvillohet edhe plotësohet në larmishmërinë e vet. Por nëse mendojnë që jemi budallëj që na kanë manitur me mikrofon, kjo nuk shkon më. Prandaj ata duhet të riformatohen, kanë nevojë për reformatim. E dyta, kanë bërë disa gabime, mënyrën që personat lidhur edhe i qëndrojnë deri në fund, pralla mos tregojnë që jo po ishte Afrika, jo po kjo. Njerëz të lidhur me Iranin dhe Rusinë, në mënyrë të hapur, nuk janë përfaqësues të mi, edhe të atyre që kanë mendemia. Pra, unë kam folur dhe me organizatorët, më tha dikush që unë ja dha shtat mikrofonin, po unë ato mend nuk shkoj kurkund. Unë jam i përgjegjshëm për vendin tim dhe nuk ja hap prallat as me heronj, as pralla tjera, që jo po s'është iranian apo s'është rus. Unë di t'i vlerësoj faktet dhe faktet janë fakte. Nuk kemi nevojë për heronj që s'janë heronj, e ta din mirë, edhe sikur 2 milion shqiptarë flasin kundra, heronj që nuk janë heronj. Dërdërët e tregojnë tjerëve, Romeo si i di shumë mirë punën. Edhe nuk e vën dyshim kursin e Shqipërisë në perëndim. Pra si lloj çmimi. I kam studiuar mirë rilindësit tanë, që nga derada e pari me Zef Sarembe në fillim të shekullit 19 dhe vazhduar pasaj me vëllezërit Frashë dhe tjerë. Nëse nuk janë të përgjegjshëm për të gjë, mos dalin atje se ka tjerë që bëjnë. Ne nuk duam të bëjmë hapa të tilla në këto momente, të cilat mund të jenë vendimtare për 10 vite më pas, me gabime që mund të jenë me kosta. Pra, duhet ta kuptojmë mirë, çdo hap ta hedhim me kujdes. Kjo është këshilla ime. Ndërkohë, le të themi që deri pak ditësh u protestoi para Kuvendit të Shqipërisë, ku lëshoheshin vezë në drejtim të deputetëve. Për herë të parë ditën e sotme nuk ka pasur një, po themi, protestë të tillë. Si e shikoni këtë lëvizje të protestuesve? A duhet të vazhdojë kjo rutina që, po themi, t'ju shkojnë nga mbrapa deputetëve për t'i gjuajtur me vezë? Por ne kemi parë në Ukrainë, vende të tjera, dhe unë e kam pas postuar në Facebookun tim atë marrjen pres verku dhe edhi në koshin e plerave të atyre që nuk janë përfaqësuesit tanë dhe që kanë uzurpuar sovranitetin e popullit. Në një farë mënyrë e kanë merituar. Në krahun tjetër duhet të piqen politikisht edhe të ofrojnë zgjedhje, të jenë faktor, se tani do të bisedohet edhe me faktorin ndërkombëtar, edhe me popullin. Si do bisedohet dhe kush është ai që vendos? Dhe kush janë ata që nuk duhet të jenë pasaj? Se këtu e kam merakun të organizimi. Në lidhje me deputetët, një pjesë e tyre ka merituar. Aty të rinjve
mund të jemi pak pishman, por pjesë atyre që janë si dera të kënaqur dhe që janë pasuruar para syve tanë, duke na tallur, duke na mashtruar në publike, e kanë merituar bile e kam dhe këtu i vezë struci që më kanë dhënë dhuratë, po vje keq, e meriton të në njëri nga ta dhe vezën e strucit. Ta shofi e kam për vejë. Dhe ma kanë pikturuar, ma kanë sjellë dhuratë nga Afrika e Jugut, është e pikturuar për tamam vezë struci. Kështu kanë dash nga i vezë, e kanë merituar atë vezën. Bile pas qenë struci vogël ky. Por mua e kanë merituar. Nuk kam e kam seriozisht që është një vezë struci, po e kam menduar domethënë që ata e kanë merituar plotësisht. Një pjesë e tyre që janë deputet të pasuruar për gjatë kohës janë deputet me pasuri të pajustifikueshme, që kanë luajtur, nuk e kanë mbajtur fjalën. Burri, sidomos burri i shtetit, e ka ligj fjalën e tij, premtimin e tij. Kjo është kontrata. Unë kam bërë një kontratë, ju më premtoni këtë dhe unë jap votën, ju jap pushtetin tim, se ajo votë është pushteti shqiptarëve që koncentrohet në 140 burra, po që s'dolën kur burra. Avokat, kam një pyetje këtu. A besoni që largimi i qeverisë nga realiteti fillon që nga mënyra se si i përzgjedh kandidatët për deputet, pra i cakton që ti duhet të jesh kandidat? Aty mbaron. Kodi zgjedhor tregoi që ata nuk kërkonin votën, s'ka pasur fare pëlqim. Kështu ka ndodhur si me PS-n dhe me PD-n. Dhe ka qenë gara kush i pëlqej kryetarit dhe jo më elektoratit. Pasi kanë ditur që populli do votojë për një nga dy partitë, është i ndarë dhe i përçarë, edhe pse vuan nga partia e tij, thotë jam ke partia ime, këtu po duroj, dhe edhe sikur të vuajë njësoj si i PD-s, voton ai PS-s partinë e tij dhe ai PD-s partinë e tij, pavarësisht se nga të dy palët ka pasur të njëjtën vuajtje. Kështu që unë këtë mendoj. Plus edhe kjo politika e punësimit, e cila ushqen votimin për të marrë një vend pune, pjesa tjetër pastaj se ka problem. Oligarkët kalojnë si nga njëri ke tjetri, ose besoj se tani janë me të dy palët bashkë. Avokat, si e pat prezantimin e zotit Rama në samitin e NATO-s në Turqi? Një prezantim të një ylli në rënie. Jo në nivelin e duhur që ka pasur parë. Kjo është e vërtetë, këtë përsetim. Pra nuk ishte më një showman me atë vëmendje që ka pasur. Besoj se dhe çfarë po ndodh ka ndikuar. Kjo është e qartë. Ndërkohë pam edhe një lloj, le të themi, indiferencë e Trumpit ndaj zotit Rama, pavarësisht se në disa pamje dukej sikur zoti Rama po bonte disa lëvizje për t'i bërë përshtypje. Mendoni që ka pas udhëzime që madje pam dhe një le të themi reagim të kreut të NATO-s, i cili po tregonte atletet e zotit Rama, po ja tregonte Trumpit, e megjithatë nuk pati asnjë lloj reagimi nga ana e tij. Mendoni që Trump ka udhëzime që ketë këtë lloj sjellje, apo atë natyrë ka Trumpi dhe s'ka pasur asgjë të ngjashme? Pra ne shikojmë një lloj, po themi, pasqyrimi të natyrës së Trumpit dhe jo një lloj, le të themi, marrëdhënie të Trumpit me Ramën. Politika lexohet edhe nga lëvizjet që bëhen në plan parë, po dhe mund të mos jenë besueshme. Megjithatë, një gazetë serioze amerikane ka thënë Trumpi refuzon i mërzitur të komentojë shakan e shefit të NATO-s lidhur me atletet e kryeministit shqiptar. Këtu ishte gjithë thelbi dhe nuk se ishte zgjatur shumë, mendoj edhe 10-12 rreshta kanë qenë vogla, po kjo ishte. Pra Trumpi refuzon të komentojë ose ta shijojë atë shakan që bëri shefi NATO-s lidhur me atletet e kryeministit shqiptar. Ai më tepër që nuk janë më një risi këto atlete, nëse ka bërë për risi, kjo është një risi që ka kaluar koha, ka qenë pothuajse 10 përpara më tepër me Merkelin,
s'jam rëndësi tani, dihet që Rama është person që i ka këto kapriço në veshje edhe në sjellje. Por nuk kështu ishte lexuar në mënyrë të thatë, domethënë nga kjo gazetë amerikane. Edhe unë po i referohem asaj pasi nuk mund të spekuloj të them a ka dhënë Trumpi këtë porosi apo s'ka dhënë këtë porosi. Bën vaki ka dhënë porosi dhe më tekra, bën vaki ka në backstage komunikojnë si miq, nuk e di, por publik kjo përcjell. Kështu që edhe unë nuk po s'dua të kaloj ke spekulimi, pasi kemi të bëjmë me një familje presidenciale amerikane, e cila është gjendur deri diku dhe pa merit në qendër sulmeve. Dhe mendoj të paktën lidhje me Zvërnecin nuk duhet ishte përfshirë, deri te Sozani po. Pse ishte kjo përfshirje e tyre në Zvërnec? E ka përdorur politika shqiptare për treguar se për na godasin pse është përfshirë Kushner dhe familja Trump. Në fakt, populli shqiptar nuk ka një anti-amerikanizëm të tillë që të ketë një diskriminim në investimet e huaja. Ne jemi çuar për mungesë transparence dhe për atë arrogancë, po dhe për korrupsionin përgjithësi. Jeta është bërë e paduruar tani dhe këto rezortet që unë më shumë besoj që janë pjesë e parave që na janë vjedhur ne apo trafikut. Se nuk po kemi kaq e duta shtohen apartamentet, ne na rriten qirat dhe vlera e shtëpieve, pra kosto e jetesës, shtohen rezortet edhe ne na bëjnë pamundura pushimet dhe Shqipëri. Tani është bërë më lirë Turqi. Më shumë tani na ha qiraja udhës themi ne për Kripën që bën bileta avionit, që sa kostojnë pushime Turqi që janë shumë më të mira se Shqipëri. Pra, kjo mënyrë investimi njihet edhe duhet ka vende që kanë ndaluar dhe shitjen e apartamenteve dhe të pronave të real estate, por patueshme pasi rrisin në mënyrë spekulative kostën e jetesës. Një nga arsyet që shqiptarët ikin është kjo. Ta zonë ja dinë që ne nuk mund të blejmë dot më një dhomë, jo më një apartament, edhe na tregojnë po dhe këtu nuk blihet dhe aty nuk blihet, po se ca mund të flenë në pemë, ca flenë në përshkure, këta që kanë nga 500 shtëpi. Dhe të ketë 70.000 apartamente bosh, edhe shqiptarët bujnë për ajo protesta atje duhet të ketë një objektiv qartë që nëse nuk prononcohet që pasuria haram e oligarkëve të rishpërndahet dhe posa kemë prik fare, nuk jemi ekstremi majt, unë për vete jam konservator bile, pa ajo që është vjedhur duhet edhe që është marrë me spekulim, duhet i kthehet popullit dhe të luftohet kjo gjendje ku njerëzit janë nevojë. Po si nxorëm njerëzit nga stadi nevojës, ko të vazhdojmë. Flasim dokra në herë thonë. Unë për të po flas dhe për të kërkoj drejtësinë. Avokata, besoni që do ketë një lloj tërheqje të zotit Rama dhe kush mund të jetë ajo forcë që mund ta detyrojë zotin Rama të jap dorëheqjen? E drejta mbi forcë fiton. Kaq. Të bëhen fort. Të dinë, të mos marrin mikrofonin nga fillimi në fund, flasin 5 veta atje, se nuk kam dalë, unë nuk dalë, kam marrur, kam folur atje për do një kontribut e një mbështetje në mënyrë publike për një protestë reale. Nuk kam marrur të plotësoj tekat e njëjtë apo tjetrit. Aq më tepër të bëhen edhe më transparent. Nëse kanë një person nga pas që nuk ja blen të jetë suporti tyre, ta përzen. Nuk ka nevojë, domethënë. Shqiptarët janë gati të paguajnë të gjithë atje për koston e fonisë. Nuk kemi nevojë për persona që të marrin peng me një investim mikrofoni. Avokat, në fakt, ditën e sotme është bërë publike një thirrje që ka bërë QSU-ja ndaj shqiptarëve për të kontribuar me donacione në mënyrë që të blihen disa pajisje që mungojnë në QSU-t. Si shikoni këtë lloj thirrje në një kohë kur vetëm pak ditë më parë u dhan 4 milion euro për të financuar një koncert të një këngëtari të njohur botëror? Nëse unë do të isha drejtues sot i QSU-s, do të kisha bërë thirrje mbase. Tani arriti shteti në GoFundMe, po ato 4 koncesione ku do i çojnë?
pse nuk ka funksionuar Ministria kundër korrupsionit, auditet e tjerë të parandalonin atë rrjedhje edhe të vazhdonin pasaj, të bashkëpunonin me prokurorinë, me SPAK-un, me kontrollin e lartë të shtetit, e të kthenin mbrapsht parat e dëmit, të hapin çështje penale. Ato para janë vjedhur, ka qenë me kosto tërësisht maramëndse, pra mbase 10, 20 dhe 100 fish më të larta në momente caktuara, në shërbime caktuara, ka pas shërbime fiktive që vetëm janë faturuar, kështu që këtë duhet të bëj QSO-ja. Pastaj pjesa tjetër si takon fare, mbase dilni ju si gazetar, e konstatoni këtë problem QSO-t, po të dali QSO-ja tani të bëj dhe thirrje pamirësie, pa na treguar se çfarë ka bërë me parat tona, kjo nuk shkon domethënë. Unë vetë hyrja ta familjar që edhe bashortja ime që ka dhënë disa herë gjak, mua më kanë thonë me që ke një përdorim ilaçesh në mënyrë të përhershme ti shmangesh, po bashortja dhe ditën e garave ka rrezikuar gara, për shembull, me një garë doli e dyta vetëm se po atë ditë ka dhënë gjak. Dhe pra jemi për fëmijët talasemik ka qenë fjala. Pra jemi predispozuar ta ruajmë normën e humanitetit. Por nëse dalin njerëz më të besueshëm, të ndihmojmë secili me sa ka mundësi, nëse është në këtë gjendje. Gjithashtu të tregojnë çfarë ka ndodhur. Ku janë financat? Dhe pse ndërtohet atje në qendër të QSO-s. E nuk përgjigjet ministra, po unë që kam pas probleme dhe kontakte me spitali, kam frekuentuar QSO-n, kam parë një përbindje për ngreti. Ku ti është? E pse është atje? Flasin, mos na rinë atje si guak, se nuk në ka humbur durimi pastaj. Gjitha këto tregojnë që pas ka falimentuar sistemi. Ai sistem për cilin patëm 4 koncesione miliarderësh. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Kalofshimi.